Ka kaluar më shumë se një muaj nga premtimi i kryetarit të komunës se do të dalë për të parë kaosin në komunikacionin e Tetovës. Bilal Kasami sot e mbajti fjalën. Ai së bashku me kryeshefin e sektorit për punë të brendshme në Tetovë dhe drejtorin e ndërmarrjes së parkingut doli për të parë aksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qytet i Sigurt. I pyetur se sa është i kënaqur me këtë aksion, Kasami u shpreh se ka përmirësime, por ende nuk është në nivelin e dëshiruar. Ka përmirësime, por nuk është ajo që duam të gjithë. Ne do dalim përsëri bashkë të shohim veçanërisht kryqëzimet dhe bulevardin Iliria ku paraqitet problemi më i theksuar dhe që bashkërisht ne ju si mediume, policia, parkingu të bëjmë presionin dhe të vetëdijsojmë qytetarët që të jenë rrugët e lira dhe trotuarët e lira. Por pavarësisht pranisë së shtuar të policisë dhe përdorimit të veturës së Marimangës, duket se aksioni nuk dha rezultatet e pritura. Ende kishte automjete të parkuara në korsinë e dytë, në udhkryqe dhe madje edhe në vendkalimet për këmbësor. Por drejtori i parkingjeve të qytetit thotë se që nga fillimi i aksionit të policisë, shërbimet e Marimangës kanë marrë më pak vetura, duke shënuar një ulje prej 50%. Policijski kazni ne možem da vi kažem koliko što ima, a možem da vi objasnim дека 50% je намален прометот, мислим, казните на паркинг службата, како пајак служба, како блокатор служба, што се намалени за 50%, што значи дека полицијата си ја врши работата. Brenda vetëm 3 ditëve, policia ka shqiptuar më shumë se 100 dënime. Megjithatë, pavarësisht kësaj, udhkryqet vazhdojnë të jenë të bllokuara, ndërsa parkimi paralel dhe ai në vendet e stacioneve të autobuseve mbetet një dukuri e zakonshme.